Kur koncesioni I ka hershëm I kartave të identitetit përfundoi, ne morëm përsipër një sfidë shumë të madhe. Jo një tjetër koncesion, por krijimin e një kompanie shtetërore për të prodhuar kartat e identitetit. Më të mira dhe më të lira se sa të mëparshmet. Kështu u krijua kompania Identitek, e cila e përballoi këtë sfidë plotësisht dhe ndërkohë është angazhuar për sfidën e re të identitetit digital, pra të kalimit të kartës së identitetit në celular apo në kompjuter dhe të funksionimit të saj si një portofol digital shumë funksional dhe shumë komod drejt për drejt nga telefoni. Edhe Bashkimi Evropian po ecën në këtë drejtim dhe ka vendosur që në vitin 2027 të jetë afati I futjes identitetit digital në jetën e përditshme të Europës dhe në aktivitetin e përditshëm të gjithë qytetarëve të Bashkimit Evropian. Shqipëria është gati, karta u prezantua, pra identiteti digital u prezantua si një produkt I kompanisë Identitek dhe testet e fundit janë në vijim në mënyrë që çdo shqiptar të mund të pajiset me identitetin e vet digital në fillim, duke filluar nga viti 2026. Një tjetër inovacion I bukur që po përgatisim është hyrja në Shqipëri nga aeroporti Nën Tereza pa asnjë ndalesë dhe asnjë kontroll pasaporte, por përmes një porte digjitale, të cilës I mjafton vetëm pamja jote për të verifikuar identitetin tënd, duke e lidhur pamjen elektronikisht me biletën dhe me të dhënat e tua si një pasagjer. Kështu aeroporti Tiranës, tani më I mirënjohur si aeroporti me rritjen më të madhe për disa vite me radhë në Europë dhe si njëri ndër të parët aeroportet e Europës me kontrollin digital të pasaporteve, do të jetë I pari aeroport në Europë me portën digjitale të hyrjes. Tani, kur unë sjell këtë fjalën I pari në Europë, ndodh që disa që nuk e kuptojnë kontekstin ose që nuk duan ta kuptojnë kontekstin të fillojnë të zgërdhien. Por nuk ka asnjë çudi këtu. Ne jemi larg sqenit parë në shumë drejtime, por fal bekimit të teknologjisë digjitale, jo ne, po fakti është se shumë vende edhe në Afrikë, edhe në të tjera zona të botës, por edhe siç ndodhi për shembull me Estoninë, që ishte një vend I vogël, një vend I ri, ende I pa antarësuar në Bashkimin Evropian, mund të bëhen vende që pararendin në një zgjidhje apo në një zgjidhje tjetër. Pra, teknologjia I jep vendeve në zhvillim mundësinë të bëjnë kapërcime epokale që përndryshe do ishin të pamundura. Dhe ne po bëjmë çmos që të bëjmë sa më shumë kapërcime të tilla. Të mos harrojmë se jemi vendi që futi masivisht dhe praktikisht 95% të shërbimeve publike drejt për drejt online përmes platformës I Albania.